Kjo është shkolla fillore në fshatin Kleçk. Emrin e mbani Ibrahim Banushi. Shkolla është me sipërfaqe diku 700 metra katrore. Po faktikisht në zonca kemi shumë pak. Që tash për momentin në ka rarë numri në zoncave në 7. Para 6 viteve i na konte 25-30 në zonca. Tash të rinia e morën mërgjimtarët. Morën fëmin me vete edhe kështu që kena metë shumë pak. Unë jam edhe punëtori i shkollës këtu. E shkolla, si stash ma herë, ato 700 metra katrore. Edhe numrin zonca ka rarë shumë. Po është shumë një dhimbje e madhe që kena metë pa fëmijë. Unë për ndrysh jam edhe vëllai dëshmorit, herojt kombit Armis Shala. Neve na jem pjesë e këtij vendit edhe pjesë e luftës, edhe vetëm kombëtar jam veteran i luftës. Nuk di si më ta përshkruaj se shumë një gjendje e ligë na ka neve. Rinia kanë hecë, kena metë vetëm pleq. Kur vinë me ngjesën në 7 orat. Ja është një qelëse në shkollë, se tash edhe koha e nxëmjes. Është një ndjenje shumë e zbehtë. Ku të bëhet 8-30 minuta vinë 7 fëmijë, 7 zonca. Shumë jem të bërngosën kështu, jo veç na, po edhe si fshat, janë të bërngosën shumë se shumë pak kena. Shkolla është me standarde evropiane. I ka me kabinete, me çdo sen çka i përket shkollës për nxënës, i kem krejt. Tash më mjaft rregulla kabinetin që kem biologji, se çdo sen që i kem, na që pak shkolla i kanë, na i kem krejt. Edhe këtu i kena fituan, këtu në Kleçk ka punu një mësues Rifat Kleçka. Edhe këtë donacion për një Zvicran që kena fitu donacion, për 5 vite kena fitu donacion, i kem pitujve të fitune. Gjithsej kjo shkollë ka 2 zyre të arsimtarëve, e ka dorme një pjesë për të nxëmje qendrore, i ka edhe 4 klasë të mësimit, plus e ka një klasë verore të mësimit. Për që është në terasë me dalë me punu. I ka 6 banja, korridori mos ish pa shifet, plus e kemi edhe një pjesë janë është një 4x6, një si sallë, që tu pilom librat e vjetra, që tu i kem të bu me çdo. Një shkollë që më shumë ka klasë se në zonca. Në zoncat të cilët janë këtu, një është në klasë 3, një është në klasë 5, edhe 5 janë në klasë 4. 2 mësimdhënësa, një janë këtu të përgjithshëm, edhe anglishtja është që vjen një herë në javë. Kjo është dëshmori Sadik Shala, i cili është i angazhuar në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, që në ditët e para të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është Sadik. Kjo është Armis Shala. Kjo është i angazhuar në ditët e para, dikun është i 5-6, nuk e di që ka pas më tepër ushtar kur angazhu ushtar. Kjo është Haxhi Kleçka. Ky është i vrarë në rrugë të Hasit. Sadiki është në Ravec, Ramizi është i vrarë në Sinafs. Ty në Lavdiu, qoftë ta dy janë herojt kombit, kjo është dëshmori kombit. Krenarin më të madhe i mbajmë në shkollën tonë, ta 3, edhe me brigadën 121 me Atjashari komandua. Lavdiu qoftë ty në.